Horoskopi ditor e enjte 16 korrik 2026. Dashi. Dashi dashur, ka të ngjarë të kënaqeni duke ndarë kujtime, ndjenja personale dhe mendime sot. Mund të jeni mjaft të orientuar drejt familjes, duke gjetur zgjidhje krijuese për problemet shtëpiake. Të derdhni më shumë dashuri në mjedisin tuaj shtëpiak ose të dashurit tuaj mund të jetë shpërblyese. Mund të jeni duke kërkuar produkte që përmirësojnë shëndetin dhe ushqyerjen ose përmirësojnë punën tuaj dhe efikasitetin e rutinës suaj të përditshme. Hëna lëviz nga sektori juaj i kënaqësisë në sektorin tuaj të punës dhe shëndetit më vonë sot, duke zhvendosur fokusin emocional në punët e përditshme dhe programet e kujdesit për veten për 2 ditët e ardhshme. Demi. Tranzitet e sotme inkurajojnë ndërmarrjen e hapave për të përmirësuar jetën tuaj, i dashur dem, veçanërisht nëse dëshironi më shumë angazhim. Të mësuarit dhe shijimi i tij ndërsa e bëni këtë mund të jetë një fokus i veçantë. Krijimi i lidhjeve dhe lidhjeve të rëndësishme mund të ketë një ndikim të fortë dhe bisedat mund të jenë të ngrohta dhe të dobishme. Më vonë sot, hëna lëviz në harmoni me tuajën, duke rritur vetbesimin dhe dëshirën tuaj për të kryer gjërat. Mund t'ju pëlqejë t'i kushtoni vëmendje të veçantë një partneri romantik ose një projekti krijues. Kujdesi për njerëz dhe projekte të veçanta në jetën tuaj mund të jetë shpërblyese. Binjakët. Mund të jeni të mbushur me ide interesante dhe krijuese sot, të dashur binjak, dhe t'i kushtoni vëmendje të veçantë një projekti të veçantë mund të jetë shpërblyese. Pjesa e parë e ditës është me siguri e fokusuar te idetë, por me kalimin e hënës në shtëpinë tuaj të 4 diellore më vonë sot, po kërkoni të bëni disa ndryshime. Të pakënaqur vetëm me teorinë, mund të filloni të kërkoni zgjidhje reale që mund t'i vini në punë menjëherë, veçanërisht në lidhje me jetën tuaj emocionale dhe çështjet familjare ose shtëpiake. Aktivitetet me familjen ose njerëzit shumë afër jush mund të jenë në fokus tani dhe mund të forcojnë lidhjet. Mund të gjeni veten duke udhëhequr dhe mbështetur në mënyrë aktive njerëzit që ju interesojnë. Në të njëjtën kohë, po kërkoni të rifreskoheni dhe të riorganizoheni. Gaforja. Shpreha e vetes është e natyrshme dhe e rehatshme sot, i dashur gafore, dhe do të zbuloni se të tjerët po ndjekin shembullin tuaj. Jeni veçanërisht të mirë në gjetjen e zgjidhjeve vërtet të realizueshme për problemet. Po i afroheni dhe po zgjidhni çështje që dukeshin paksa të vështira ose të tepërta në ditët e tjera me më shumë besim tani. Më vonë sot, ritmi rritet në një nivel mendor, me hyrjen e hënës në sektorin tuaj të komunikimit. Mund të gjeni veten duke kërkuar përgjigje dhe diskutimi i problemeve me një mik ose partner mund të jetë në fokus pozitiv. Projektet, studimet ose të mësuarit special mund të jenë energjike. Planet personale janë më emocionuese se zakonisht dhe t'i kushtoni vëmendje një projekti ose personi të veçantë po ju përmbush tani. Luani. Mund të mos jesh plotësisht i sigurt nëse dëshiron të ndjekësh qëllimet e tua në mënyrë të pavarur dhe të marrësh vendime ekzekutive sot, i dashur luan, apo nëse do të preferoje të ndaj vendimet dhe të kishe pak shoqëri. Megjithatë, mund të gjesh mënyra krijuese për t'i bërë të dyja. Hëna largohet nga shenja jote më vonë sot dhe një pjesë e urgjencës që mund të kesh ndjerë për të përmbushur nevojat e tua emocionale fillon të zhduket. Mund të shijosh pak kohë private ose mund të zgjedhësh të përkëdhelesh veten në vend që të kërkosh të tjerë që të kujdesen për ty. Sekretet mund të jenë tërheqëse, por të tërheqin edhe aktivitetet që të mbajnë në tokë. Virgjëresha. Energjia krijuese dhe e këndshme për misi, dashuri dhe biznes është me ju sot, e dashur virgjëresh. Megjithatë, mund të jeni në një humor më të qetë ndërsa hëna vazhdon dhe më pas përfundon tranzitin e saj në shtëpinë tuaj të 12 diellore. Të bësh një hap prapa nga situata tepër konkurruese mund të jetë freskuese. Hëna hyn në shenjën tuaj më vonë sot dhe kjo mund t'ju energjizojë emocionalisht, duke rritur nevojën tuaj për t'u lidhur me të tjerët. Mund të jeni duke marrë një rol më edukues ose në një pozicion për të marrë drejtimin për kujdesin e dikujt tani dhe ndiheni veçanërisht rehat duke bërë këto gjëra. Peshorja. Tranzitet e sotme janë mjaft të lehta për të kontaktuar me të tjerët, peshore e dashur. Mund të ndiheni më optimist për një marrëdhënie ose projekt krijues. Më vonë sot, hëna zhvendoset në sektorin tuaj të privatësisë për një qëndrim prej më shumë se 2 ditësh, duke nxitur nevojën tuaj për pak pushim, vetanalizë dhe reflektim. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të fituar pak freski emocionale gjatë kohës së lirë. Është gjithashtu një kohë e fortë për të mbështetur dikë.
Megjithatë, mund të dëshironi të derdhni pak nga energjia dhe vëmendja juaj në planet tuaja afatgjata. Bërja e listave dhe objektivave mund të jetë emocionuese tani. Mund të keni një ndjenjë të force dhe vendosmërie të brendshme. Akrepi. Ndihesh mirë të jesh në kontakt me instinktet e tua sot, i dashur akrep. Mund të kesh mjaft sukses në forcimin e marrëdhënieve me vëmendje dhe mirëkuptim më të madh apo edhe me lëshime. Guximi yt rritet veçanërisht kur bëhet fjalë për ndarjen e vetes me të tjerët. Megjithatë, përgjegjësitë janë në mendjen tënde ndërsa fillon ditën dhe mund të jesh në gjendje të përcaktosh qëllime. Kalimi i hënës në sektorin tënd shoqëror më vonë sot është një ndikim çlirues. Je gjithashtu në një pozicion të mirë për të ndihmuar të tjerët dhe për të kujdesur për nevojat e tua tani. Mund të ndihesh i energjizuar duke mbështetur të tjerët ose duke marrë mbështetje. Shigjetari. Je në formë të mirë për planifikim dhe strategji sot, i dashur shigjetar. Ndihesh optimist për drejtimin që po merr, veçanërisht në terma të përgjithshëm dhe në lidhje me ëndrat dhe dëshirat e tua. Hëna do të kalojë në sektorin tënd të performancës dhe reputacionit më vonë sot, dhe ana më praktike e vendosjes së qëllimeve mund të vihet në fokus. Mund të jesh në një pozicion për të marrë kontrollin në punë, ose mund të mbështesësh në mënyrë aktive të tjerët dhe të marrësh iniciativën duke vepruar kështu. Çështjet shëndetësore mund të jenë në fokus dhe mund të jesh duke kërkuar përgjigje dhe zgjidhje me një shans të mirë për t'i gjetur ato. Bricjapi. Tranzitet e sotme janë të forta për forcimin e vetbesimit tuaj të brendshëm, i dashur bricjap. Po i kushtoni më shumë dashuri marrëdhënieve tuaja, por po kujdeseni edhe për nevojat tuaja personale. Ndërveprimet me të tjerët kanë tendencë të jenë të ngrohta dhe të dobishme. Hëna lëviz në sektorin tuaj shpirtëror më vonë sot, gjë që mund t'ju ngrejë humorin. Të shijoni aktivitete të ndryshme ose jo rutinë mund të jetë një tërheqje e fortë. Mund të jeni duke ushtruar një projekt krijues ose romancë. Ndërsa gjendja juaj shpirtërore është eksploruese, jeni gjithashtu në një pozicion të mirë për të sjellë rregull në një zonë kaotike të jetës suaj tani. Ujori. Mund të derdhni energji të veçantë në punën ose përpjekjet tuaja shëndetësore sot, i dashur ujor, dhe është një kohë e shkëlqyer për të përkushtuar ndaj detyrave tuaja ose për të organizuar mjedisin tuaj personal. Megjithatë, kjo mund të jetë një ditë e fokusuar në marrëdhënie, pavarësisht nëse po e kaloni me të tjerët apo jo. Ndërsa jeni veçanërisht pajtues, ekziston një nevojë ose dëshirë më e fortë për të marrë drejtimin në aspektin e mbështetjes dhe kujdesit më vonë sot. Hëna lëviz në sektorin tuaj të intimitetit, duke e bërë atë një kohë të mirë për të përpunuar dhe përfitur ngjarjet e fundit dhe për të vëzhguar në vend që të hidheni përpara. Peshqit. Nevoja juaj për të kujdesur për biznesin, për të organizuar dhe për të mësuar gjëra të dobishme vazhdon edhe sot, të dashur peshq. Hëna kalon në shenjën tuaj të kundërt më vonë sot dhe po shfaqet një fokus më shoqëror. Kjo mund të jetë një kohë e shkëlqyer për të folur për çështje urgjente, veçanërisht me një partner ose një mik të ngushtë. Po kërkoni zgjidhje të vërteta për problemet. Energjia e mirë është me ju për t'u lidhur dhe bashkëvepruar. Jo vetëm që po tërhiqni energji të mirë drejt vetes, por edhe po e rrezatoni atë. Mund të ndjeni një ndjenjë misioni. Jeni në formën tuaj më të mirë kur ndiqni atë që ju bën të lumtur dhe t'i kushtoni kujdes shtesë një projekti ose marrëdhënie e krijuese mund të jetë e kënaqshme tani. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.